Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Mirëmëngjesi të gjithëve. Në emisionin e kaluar, kemi marrë në shqyrtim disa mënyra mbarështimi të emocioneve që, edhe pse shumë të zakonshme, nuk janë të përshtatshme. Ato, me shumë se të japin një përgjigje të drejtë, duket se krijojnë reaksione apo reagime zinxhir. Sot, do të përpiqemi që të paraqesim disa përgjigje të mundshme të pjekura, pa pretenduar se do të gjejmë zgjidhje magjike ndaj tensioneve që secili prej nesh jeton. Do të propozojmë disa mënyra për të mbarështuar marrëdhënien me botën tonë afektive. Reflektimi ynë do të bazohet në dy lloje kontributesh: ato që na vijnë prej shkencave humane, në veçanti prej psikologjisë, dhe atyre që ofrohen prej reflektimit dhe përvojës shpirtërore. Rritja në fe kërkon një ecje edhe në këtë nivel. Nuk mund të ndihemi bij të vërtet të hyjt dhe njëkohësisht të jetojmë në panik, në depresion. Nuk është e mundur që ta quajmë veten vëllezër në fe dhe pastaj të krijojmë marrëdhënie agresive me njëri tjetrin. Duhet saksuar se kur flasim për marrëdhënie mes emocioneve dhe jetës së fesë, nuk duam të pohojmë se kjo e fundit është në shërbim të së parës. Nuk bëhemi të krishterë me qëllim që të gjejmë një metodë për t'i qetësuar emocionet tona. Kërkimi i përvojave të bukura shpirtërore për të qetësuar angështinë e jetës priret të shndërrohet gjithmonë në zhgënjim apo në ikje. Megjithatë, nuk ka një rritje të vërtet shpirtërore që nuk përfshin edhe këtë fushë të përvojës sonë. Për këtë arsye, përveç se të marrim në shqyrtim sugjerimet e psikologjisë, do të propozojmë edhe disa reflektime të lidhura në mënyrë më të drejtë për drejtë me ecjen e fesë. Për të dyja këto fusha, do të kufizohemi duke dhënë disa udhëzime, të vetëdijshëm se po japim vetëm disa sugjerime, të udhëhequr të paktën pjesërisht prej shijes personale. Sipas asaj që kemi thënë në emisionin e kaluar, as përgjigja menjëhershme dhe as përgjigja mbrojtëse nuk duket se janë modele të dobishme për të bërë ballë dhe për t'i mbarështuar në mënyrë të pjekur emocionet tona. Pra, është e nevojshme që ta pyesim veten mbi propozimet e mundshme pozitive që psikologjia na sugjeron në lidhje me këtë gjë. Para zgjithash, do ta pyesim veten se cilat janë, sipas shkencave humane, karakteristikat e një mbarështimi të pjekur të afektivitetit dhe teknikat që favorizojnë një marrëdhënie të ekuilibruar me botën tonë afektive. Aftësia për ta shtyrë kënaqjen. Shpesh e mendojmë psikologjinë si shkencën që na ka liruar prej tabuve. Kjo pamje që i shkon përshtat disa rrymave psikologjike nuk mund të jetë e vërtetë për krejt këtë shkencë, nëse ajo merret në kompleksitetin e vet. Për sa i përket në mënyrë më të drejtë për drejtë fushës së emocioneve, psikologjia na mëson se personi i pjekur karakterizohet nga aftësia për ta shtyrë kënaqjen e vet. Me këtë shprehje duam të pohojmë se, ndryshe prej fëmisë, i cili dëshiron menjëherë t'i plotësojë nevojat e veta, si për shembull të hajë, të flejë apo të pi ujë, i rrituri ka aftësi që të presë, që të mos i plotësojë menjëherë kërkesat dhe pritshmëritë e veta dhe ta durojë tensionin që kjo gjë sjell. Ndërsa fëmia jeton kryesisht në nivel fiziologjik, i rrituri ka një botë të brendshme shumë më komplekse. Është i përfshirë në marrëdhënie afektive. Ka marrëdhënie sociale ku mund të shprehë jo vetëm pretendimet e veta, por ku duhet të mësoj edhe që të përshtatet me të tjerët. Ka aspirata për të realizuar, interesa kulturor që kërkojnë kohë për të realizuar. Ballafaqohet me vlera morale dhe fetare që kërkojnë angazhim dhe përpjekje të vullnetit. Pra, nuk mund të marrë gjithçka dhe menjëherë, por duhet të mësoj, të presë, të përshtatet dhe të heqë dorë.
Sipas disa psikologëve, aftësia për të hequr dorë është njëri prej kritereve themelore për të vlerësuar pjekurinë e personit dhe përshtatshmërinë e tij në mbarshtimin e botës së vet afektive. Aftësia për të integruar. Koncepti i integrimit supozon idenë në një realiteti që duhet të plotësohet nëpërmjet përfshirjes së një pjese që mungon. Integratorët ushqimor, për shembull, janë disa substanca që i shtohen dietës së përditshme për të plotësuar disa mungesa, si për shembull kriprat minerale. Çfarë kuptimi ka të flasësh për integrim në nivel emotiv? Për çfarë mungesash bëhet fjalë në sferën tonë afektive? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, mund të bëjmë një test të shkurtër. Në vijim, do të jap një përshkrim të 4 situatave ku protagonisti pëson inatin e të tjerëve. Nëse do të kërkohej që të identifikohesh me njërin prej këtyre 4 personazheve, cilin prej tyre do të zgjidhje dhe cila është arsyeja e kësaj zgjedhje? Situata e parë. Një shofer i pret rrugën Fabios, të cilit i duhet të frenojë menjëherë. Reflekset e gatshme arrin të shmangi një aksident edhe të rënd, por makina prapa tij nuk ndalet në kohë dhe përplaset me të. Prej makinës del një i çmendur që i afrohet Fabius si i turbuar, e ka përfyti dhe fillon t'i bërtas, duke akuzuar se i ka prishur makinën e re. Fabio nuk ka kohë as që të reagojë dhe as që të shpjegojë arsyen e frenimit të tij. Disa të pranishëm ndërhyjnë për ta qetësuar të çmendurin dhe të shmangin një përleshje të sigurt me grushte. Situata 2. Claudio është në rrallë për të paguar taksat e makinës. Zyra është plot dhe si pa e kuptuar, kalon përpara tij që ishte para tij. Ky fillon ta ngrej zërin dhe ta fyej me mallkime e fjalë të ndyra. Claudio kërkon falje, shpjegon pse kishte kaluar përpara, por shamata pushon vetëm kur nënpunësi kërkon që të mbahet qetësi. Situata e tretë. Emanuela nuk di më se si të sillet me motrën e saj, Silven, xheloze se ajo ka një të dashur. Përpiqet të mos e shfaqë se është e lumtur me qëllim që kjo marrëdhënie të kalojë pa u ndier. Por marrëdhënia me të dashurin është duke e shndruar krejtësisht jetën e saj. Emanuela është e lumtur edhe pse këto ditë kaq të rëndësishme prishen prej qëndrimit të Silvës, që me rast e pa rast tallet dhe hedh fjalë në lidhje me të. Nganjëherë Emanuela ndihet me të vërtetë e lodhur, sidomos kur e motra bën gjithçka që të vërë në dukje përpara të tjerëve, përfshi edhe të dashurin e saj, të metat e Emanuelës me një sarkazëm që zbulon forcën e zilisë së motrës kundrejt saj. Dhe situata 4. Lorenzi bë gjithmonë vonë. Antonella e di këtë gjë dhe me që e do fort është e gatshme që ta pres me durim. Sot ai kishte premtuar se do të vinte në orar, por është ora 17 dhe ai as nuk duket kund. Antonella ndihet e zhgënjur dhe kur 10 minuta më vonë e shek tek vjen duke dihatur, e përshëndet ftohtë dhe e qorton. Ajo e di se zemrimi do të kalojë shpejt, por i vjen keq që edhe këtë herë ai nuk ishte në orar. Të 4 historitë e mësipërme kanë një element të përbashkët. Të gjitha përshkruajnë një situatë ku protagonisti është objekt agresiviteti. Megjithatë, sa ndryshime ka mes këtyre 4 historive. Nëse do t'i propozonim dikujt që të zgjidhte se cili prej protagonistëve do të dëshironte të ishte, me siguri çdo person i shëndetshëm do të përgjigjej Lorenzi. Të gjithë do të zgjidhnim një qortim të lehtë në vend të formave të tjera të inatit, shprehur me sarkazëm, fyerje dhe dhunë fizike. Ky shembull na ndihmon që të kuptojmë se si një emocion i caktuar mund të shfaqet në shumë mënyra. Për shembull, shumë i ndryshëm është ankthi për një provim, ku personi, edhe pse ka frikë, e përballon provën me guxim dhe e tejkalon atë, në krahasim me angështinë e papërmbajtshme të një nëne të angthshme, të cilës i bie të fiket dhe çan pa pushuar nëse djali i saj në moshë mallore vjen 5 minuta me vonesë, kur kthehet në shtëpi në 7 të darkës.
Deri tani kemi konstatuar një ndryshim të pranishëm brenda secilit prej grupeve të emocioneve që kemi shqyrtuar në emisionet e mëparshme. Tani do të pyesim veten se cili është ky ndryshim. Deri tani kemi konstatuar një ndryshim të pranishëm brenda secilit prej grupeve të emocioneve që kemi shqyrtuar në emisionet e mëparshme. Tani do të pyesim veten se cili është ky ndryshim. Është pikërisht termi integrim që na jep përgjigje problemit ton. Çdo ndjenjë jetuar vetëm në nivel emotiv është e paplot. Ndjenja shpreh vetëm disa përmasa të personit njerëzor, atë fiziologjik dhe atë afektiv. Që të jetë plotësisht njerëzor, një emocion duhet që të shfaq edhe një aspekt tjetër, atë racional. Aspekti i aftë të reflektoj, të vlerësoj dhe të shpreh një gjykim në lidhje me botën tonë afektive. Pra, elementi emotiv duhet të integrohet, të plotësohet nga elementi racional, që gjykon, vendos objektiva, vlerëson mbi mundësinë apo jo për të reaguar në një mënyrë të caktuar. Më sipër kemi përshkruar vetëm njërin prej vlerësimeve të mundshme, që bëhet menjëherë pas perceptimit të objektit. I pari, i tipit intuitiv, i përgjigjet pyetjes: a më pëlqen? As më pëlqen? Dhe e shtyn vetvetiu personin larg prej ose drejt objektit të perceptuar. Ekziston edhe një tip i dytë vlerësimi, ai racional, që i përgjigjet pyetjes: a më bën mirë? As më bën mirë? Dhe nuk gjykon sipas kritereve subjektive dhe të menjëhershme. Ajo që më pëlqen, ajo është edhe e mirë për mua, por sipas vlerave objektive. A është apo jo e përshtatshme? A është apo jo e rastit? Ky vlerësim na edukon që të bëjmë pyetje. E rëndësishme është jo vetëm që të dimë se çfarë provojmë, por edhe pse e provojmë atë, nëse është mirë apo jo që ta shprehim atë që ndjejmë dhe se si ta shprehim atë. Është e rëndësishme që të kujtojmë se integrimi i përbërësit kognitiv me atë emotiv nuk është një ushtrim i komplikuar racionaliteti. Ai i përgjigjet një tensioni drejt një vlere që është kërkimi i të mirës tërësore të personit. Jemi mësuar që të mendojmë se kontrolli i emocioneve tona është i orientuar vetëm ka e mira e tjetrit, por në dëm të mirëqenies son. Kujdesemi që të mos i sulmojmë të tjerët me qëllim që të mos i plagosim ata. Nuk qajmë me qëllim që të mos rëndojmë mbi ta. Kështu, harrojmë se e mira e vërtet është gjithmonë një e mirë totale dhe është kjo që duhet të kërkojmë në jetën tonë. Të mësojmë të integrojmë emocionet tona nuk i ndihmon vetëm të tjerët, por edhe ne vetë. Ai që nuk përdor agresivitet për të afirmuar mendimin e vet në mënyrë asertive, por që shprehet në mënyrë të shtruar, ai që reflekton se si të jetë efikas në shprehjen e pikpamjes së vet, kur ajo është ndryshme prej kundërshtarëve të vet, arrin të japë rezultate pozitive. Përkundrazi, ai që afirmohet duke qenë agresiv, bëhet objekt kritikash. Ai që e lej veten të kapet prej frikës, pa e kuptuar se po e tepron, rrezikon ta shohë realitetin duke ndryshuar përpjestimet. Në këtë mënyrë bëhet qesharak në sytë të tjerëve dhe me vështirësi do të gjejë dikën të gatshëm për ta dëgjuar, kur frikat e tij do të lindin prej shkaqeve më realistike. Ai që i kalon pasditet i mbyllur në dhomën e vet të errët, duke qarë për atë që nuk ka, mbetet vetëm dhe nuk di kujt i drejtohet kur, duke u ndier veçanërisht i trishtuar, do të ketë nevojë për ngushëllim. Në të gjithë këto shembuj shihet qartë se si ajo që mund të duket një sakrificë, kontrolli i agresivitetit, përmbajtja e trishtimit, shikimi i burimeve të ankthit në mënyrë më realiste, përbën një mënyrë korrekte për të bërë ballë dhe për të zgjidhur disa vështirësi të tipit afektiv. Mekanizmat përshtatës ose disa teknika për përballëmin e tensionit.
Me këtë shprehje i referohemi aftësisë dhe gatishmërisë për të marrë në konsiderat pa i quar në pavetdije për mbajtje të vetdijes, edhe kur ato rrezikojnë të shkaktojnë ankth, me qëllim që ta trajtojmë në mënyrë më të drejtpërdrejtë dhe të qëllimshme edhe atë që mund të na krijojë tension. Më poshtë, po paraqes mekanizmat përshtatës më të nevojshëm. Hershimi ka të bëjë me parashikimin dhe si rrjedhoj me përgatitjen për t'i bërë ballë një vështirësie të ardhshme objektive, të vlerësuar në mënyrë realistike dhe ndaj të cilës janë përdorur taktika dhe strategji të përshtatshme për t'i bërë ballë asaj. E përdorim hershimin kur, për shembull, duke e ditur se do të takojmë një person që na frikson apo na tremb, përgatisim me mend atë që duam t'i themi dhe parashikojmë të gjitha reagimet e mundshme të tij dhe tonat. Ky mekanizëm dallohet nga dy qëndrime të kundërta të dy pak përshtatës. Dramatizimi, që e shndërron një vështirësi apo një problem në një burim paniku jo të përballueshëm. Dhe mohimi, për të cilin kemi folur të mekanizmat mbrojtës. Ky qëndrim i përballon problemet duke futur në lojë politikën e strucit, i shmang ato apo u ikën atyre siç bëjnë fëmijët e vegjël që mbyllin syt duke menduar se askush nuk i sheh. Pezullimi. Me këtë term kuptojmë një eliminim të vullnetshëm, një përjashtim nga vetdia të përmbajtjeve që krijojnë ankth. Kur për shembull themi tani për tani nuk dua të mendoj për atë gjë, jemi duke e përdorur këtë mekanizëm që na mundson t'i bëjmë ballë emocionit duke e shtyrë në të ardhmen, një tension që do të rrezikonte të na kurthëzonte më herët dhe më kot të tashmen. Humorizmi. I referohemi në veçanti buzëqeshjes, shakas, në lidhje me atë që jetojmë dhe që si rrjedhoj shihet me një shkputje dhe me një objektivitet më të madh. Buzëqeshja ndaj vetes dhe të tjerëve nënkupton një mënyrë më të qetë, më të shkëputur për të hyrë në kontakt me veten dhe realitetin. Kur qesh me tmetat e mia fizike, me gafat dhe kufizimit e mia, kjo do të thotë se jam në gjendje t'i shoh ato me kthjellësi, të marr largësinë e duhur dhe t'i shtramatizoj. Siç shkruan Imoda, për të qenë në gjendje që të qeshim, duhet i përkasim një botë të caktuar dhe të shkputemi në një farë mënyre prej saj, të jemi ajo pjesë e botës dhe njëkohësisht të mos jemi pjesë e saj. Pra, e qeshura është shenjë aftësisë son për transcendencë. Ajo nënkupton të shkuarit përtej vetes son, për ta parë veten me një shkputje të kthjellët dhe për ta vlerësuar cënueshmërinë tonë pa e dramatizuar atë. Megjithatë, kjo që sapo tham nuk vlen për të gjitha shprehjet e humorizmit. Krejt ndryshe është ironia, satira dhe sarkazma, që përfaqësojnë forma të intelektualizuara agresiviteti, mënyra për ta justifikuar inatin ton, duke e maskuar atë në formën e humorizmit. Etimologjia vetë fjalës sarkazëm, që do të thotë shqyrje apo coptim mishi, vën në dukje se si ana komike mund të përdoret kundër të tjerëve. Marrja e largësisë dhe vëzhgimi i kufive të personave, në këtë rast, janë në funksion të një sulmi ndaj tjetrit, ndaj vlerësimit të tij, ndaj dëshirës së tij për të dukur për atë që faktikisht ai nuk është. Vetëdia. Në një faqe të librit të tyre me titull Vetëzotrimi, që është një aplikim në fushën edukative i teorisë së filozofit dhe teologut amerikan Bernard Lonergan, Pierre Angles dhe Colette Bouchon na ndihmojnë që të kuptojmë rëndësinë e të qenit të vetëdijshëm për botën tonë emocionale. Si në bëhet fjalë për gjendje afektive apo për akte të kuptimit, vetëzotrimi ka të bëjë me shprehjen e përjetimeve vetjake, do me thënë ka të bëjë me kalimin nga plani i përvojës thjesht të ndier te plani i përvojës së identifikuar, të njohur dhe të kuptuar e të përshkruar sakt. Atëherë,
të përjetuarit integrohet në një strukturë njohjeje dhe gjuhe që i dallon dhe i rendit elementet e saj në një tërësi koherence domethënjesh. Ka një ndryshim të madh mes përvojës së pastër e thjesht dhe njohjes së përpunuar. Nën formën e përvojës së pastër dhe thjesht, përjetimi është padyshim dinamik, plot domethënie potenciale dhe për disa aspekte më i pasur se teori që e përkthejnë atë në planin e njohjes racionale. Megjithatë, mbetet fakti se nën këtë formë përjetimi mbetet i mjegullt, i përgjithësuar dhe i papërdorshëm. Është shfaqur në gjysmëhijen e drithijes dhe ndërgjegja për ta përdorur duhet të fillim që ta çojë atë në planin e simboleve apo të ideve. Përkundrazi, pasi është kuptuar dhe quar nën formën e imazheve apo si çelës leximi, vetë ky përjetim është i qartësuar, i përcaktuar, i organizuar dhe i formuluar. Kështu bëhet një njohje e saktë, e komunikueshme, e aftë që të aktivizojë një reflektim dhe një veprim. Është e dukshme humnera mes të jetuarit të emocioneve në nivelin e pastër dhe thjesht të përvojës dhe njohjes së tyre me saktësi. Kur humnera mbushet prej njohjes së vetes, kur ka harmoni mes përvojës afektive dhe përfaqësimit të reflektuar, vendoset një marrëveshje e brendshme në strukturën e vetdijes. Megjithatë, na ndodh që të provojmë emocione intensive dhe të jemi të vetëdijshëm pa pasur një njohje të saktë të tyre. Psikologët thonë se kjo gjë është njëra prej burimeve kryesore të problemeve tona personale. Tani, le të përpiqemi që ta interpretojmë këtë tekst jo të lehtë nëpërmjet disa shembujve që synojnë të vëjnë në dukje ndryshueshmërinë mes një përvoje afektive të botës sonë emotive dhe ripërpunimit të saj, përfaqësimit të reflektuar të saj. Serena, muajin e fundit, nuk e njeh më veten e vet. Edhe shokët e saj, që deri pak kohë më përpara thonin se nuk kishte emër më të përshtatshëm për të, me zor gjejnë në të shoqen e tyre të dikurshme. Kryesisht e qetë dhe e qeshur, Serena tani është gjakënxejt, nevrike, shpërthen me njëherë krejt kot. Ndihen brenda vetes një paqetësi dhe një nervozizëm të pashpjegueshëm, të cilit nuk arrin t'i vërë një emër. Derisa një ditë, një fakt banal e ndihmon që të kuptoj atë që është duke ndodhur brenda saj. Duhej t'i telefononte Gjanit, të dashurit të vet, për t'i thënë se kishte nevojë që ta shtynte orarin e takimit me të. Por Serena nuk e mori në telefon. Mendimi se në anën tjetër të telefonit do të gjente sekretaren e Gjanit, se do të dëgjonte zërin e saj, e acaronte aq shumë sa bërja e numrit ishte kthyer në një pengesë të pakapërcyeshme për të. Më në fund e kupton se është xheloze për atë vajzë që shpesh Gjani e kishte përqeshur për sipërfaqësinë e saj dhe inteligjencën e saj të paktë, por që është kaq e pashme sa e bën Serenën të ndihet të shëmtuar dhe e pavlerë sa herë që e sjell ndërmend atë. Serena nuk e ka të lehtë ta pranojë se është xheloze. Edhe vetë fjala, nëse ajo ja vesh vetes vet, krijon të ajo një ndjenjë të fortë pa rehatie, sikleti dhe mos tolerance. Ndihet meskine dhe e pa drejt ndaj Gjanit, besnikrinë të cilit nuk e ka dhënë kurrë në dyshim. Por në të njëjtën kohë, njohja kësaj ndjenje i jep asaj ndjesinë e një lirimi të brendshëm. Nëse do të ketë guxim që t'ja pohoj vetes atë që ndihen, mund ta trajtoj problemin në mënyrë të qartë, me veten e vet dhe me dashurën e saj. Po ashtu, kupton se bëhet fjalë për një moment rritjeje personale edhe si çift. Njohja me njëri tjetrin dhe mundësia për të folur për emocionet vetjake me personin që duam, fort, nuk do të thotë vetëm që ta dallojmë kufirin e pranishëm brenda nesh, por edhe që të zbulohemi, të lëshohemi në duart e një tjetri. Dhe Serena është e sigurt se kjo gjë përbën një moment pjekurie në marrëdhënien e saj me Gjanin. Enzoja është në vitin e 4 të fakultetit të psikologjisë. Është një student i shkëlqyer dhe për të përgatitur temën e diplomimit, është duke bërë praktik pranë një komuniteti të droguarish.
Disa herë shokët e tij tallen me të duke e quajtur psikologu i vogël. Por, mënyra se si ai interpreton këtë sjellje të tyre i bën ata që të ndihen në siklet. Dikush pyet veten sepse Enzo nuk e vë kur në diskutim veten e vet, ndërsa kupton arsyeën e kësaj sjellje të tij. Enzo dëshiron të duket gjithmonë i përsosur, ai i fsheh kufijtë e vet, nervozohet kur gabon dhe nuk i toleron kritikat. Një ditë, gjatë praktikës, njëri prej djemve të komunitetit i tregon historinë e vet. Një histori mos tolerance, trishtimi dhe ikjeje që kishte përfunduar pastaj në drogë. Në fund, mes ironisë dhe miqësisë, i thot Enzos: "Kujdes se mos përfundon në adicion." Enzo largohet prej aty, i pakënaqur dhe i lënduar. Shakaja i sillet në përkop pa pushim. I është ngulur në mendje si një gozhd që e detyron të ndalet dhe të reflektojë. Me pak guxim, shkon te njëri prej profesorëve të vet dhe i kërkon që ta ndihmojnë për të hedhur dritë mbi personalitetin e vet. Pas disa takimesh, Enzo pranon se ideali i komunitetit kishte pasur të drejtë. Edhe ai, edhe pse në një nivel tjetër, kishte për të treguar një histori mos tolerance, trishtimi dhe ikje prej kufirit të vet, prej cënueshmërisë, prej nevojës për të tjerët. Enzo kështu zbulon edhe se nuk ka më nevojë të luajë rolin e psikologut të vogël. Paradoksalisht, fakti që ka pranuar se është i cënueshëm e ka bërë të ndihet rehat në mesin e të tjerëve, pa pasur nevojë që t'i zhvlerësojë ata për të siguruar veten e vet. Të kuptosh përbën jo vetëm një dije, por edhe një pushtet mbi atë që personi kupton. Në tregimin biblik të krijimit, pasi ka krijuar çdo kafshë të egër dhe të gjithë zogjtë e qiellit, hyi i çon te njeriu për të parë se si ai do t'u avinte emrat. Teksti komenton: sepse secila kafshë e gjallë do të mbante atë emër me të cilin do ta quante njeriu. Adami, që ja vë emrin krijesave të gjalla, shpreh atë zotërim mbretëror mbi krijimin që karakterizon personin një njerëzor të pjekur, bërë në përngjasim dhe në ngjashmëri me hyjin. Ti vësh emrin diçkaje, do të thotë ta nxjerrësh atë prej errësirës, prej padomethënies, ta dallosh për ta pasur në dorë dhe për ta njohur atë më mirë. Kjo ndodh në lëmin shkencor, ku emërtimi dhe klasifikimi është njëra prej mënyrave për ta klasifikuar dhe për ta kontrolluar realitetin, por është po aq e vërtet edhe për botën tonë të brendshme. Edhe kjo e fundit, në momentet e përshtjedhimit, të paqetësisë, të rrëmujës, mund të krahasohet me një masë që s'ka formë dhe që është e shkrejtë, e mbuluar prej territ, po ku personi mund të ndërhyjë siç bëri hyi në momentin e krijimit, për të ndarë, për të klasifikuar, për t'i dhënë një emër, për të krijuar një harmoni. Të dish është e barabartë me të zotrosh, të ushtrosh një pushtet mbi atë që njeh. Për çfarë pushteti bëhet fjalë? Mund të vëmë në dukje dy aspekte. Aspekti i parë ka të bëjë me fuqinë që lind prej dallimit, prej të diturit se për çfarë bëhet fjalë. Kur nuk e njoh atë që përjetoj, sidomos nëse bëhet fjalë për një emocion të rënd, nuk mund të fshihem askund, as të shpik metoda dhe strategji për ta tejkaluar apo për ta duruar peshën e atij emocioni. Aspekti i dytë ka të bëjë me mundësinë që njeriu të vendosë se si t'u bëj ballë emocioneve që provon. Ta dallojmë atë që përjetojmë është vetëm hapi i parë. Megjithatë, nuk mjafton që ta kuptojmë atë që po ndodh brenda nesh në nivel ndjenjash. Mund t'i themi vetes jam xheloz, jam i zemëruar dhe të shfryhemi tek të tjerët, apo ta pranojmë se jemi të depresuar dhe të humbasim në dredhat e trishtimit ton. Dadhimi jo domosdoshmërisht na çon në mbarshtimin e saktë të emocioneve tona. Introspeksioni nganjëherë mund të jetë edhe i rrezikshëm dhe mund të na çojë në veçshkatrim. Le të përpiqemi që ta kuptojmë më mirë atë që kemi puhuar më sipër edhe nëpërmjet paraqitjes së disa shembujve. Ajo që është kuptuar
duhet të vlerësohet, të interpretohet. Nuk mjafton të formulosh një koncept, të pohosh se provon një emocion të caktuar për të qenë zotrues i botës sate emocionale. Konceptualizimi duhet të ndiqet prej gjykimit mbi vlefshmërinë e tij, prej interpretimit të asaj që personi përjeton. Xhelozia që lind për një tradhtie të mundshme ka një domethënie të ndryshme në përjetimin ton të brendshëm, në krahasim me atë që rrjedh prej një dyshimi personal. E para mund të krahasohet me llampën e alarmit që dallon një kufi brenda marrëdhënies, ndërsa e dyta përbën një ndjenjë që duhet të përmbahet dhe të kontrollohet, sepse mund të çojë në prishjen e një marrëdhënie. Në rastin e parë, ai që e provon këtë ndjenjë duhet t'i di t'i thot vetes së vet: kujdes, se po rrezikon të humbasesh një njerëz të çmueshëm. Në të dytin, pse ke kaq shumë frikë për atij që të do fort? Pra, është e nevojshme që personi jo vetëm të mësoj të dëgjoj botën e vetë të brendshme, por edhe të reflektoj mbi të, me qëllim që ta kuptoj dhe sidomos ta gjykoj atë. Ky qëndrim është po aq i rëndësishëm sa edhe i pari, ndërsa ne nganjëherë kufizohemi që t'i dëgjojmë ndjenjat tona dhe t'i konceptualizojmë ato, duke u vënë një emër pa i verifikuar ato. E ndjejmë të drejtën për t'i zotruar, i jetojmë si një pronë për të cilat jemi krenar. Kështu, harrojmë se ajo që ne provojmë ka vlerë, me që shpreh përjetimet tona personale me ngarkesën e tyre të vuajtjes, të pasionit, të tensionit dhe të peshave të përditshme. Megjithatë, ato mund të shfaqin edhe dobësinë, cënueshmërinë, kufirin dhe madje edhe mëkatin ton. Enrika është një vajzë frikacake, gjithçka i duket problematike në jetë. Zgjedhjet për të janë Enrika është një vajzë frikacake, gjithçka i duket problematike në jetë. Zgjedhjet për të janë një lodhje e pafund, pasi gjithmonë ka frikë se po gabon. Priret që të mos largohet prej shtëpie, sepse prania nënës së saj i jep siguri. Sandri, i dashuri i saj, i ka propozuar që të shkojë një fundjavë në Francë, di një vend prallor ku mund të shkohet vetëm me kanoa. Vendi është shumë i sigurt, kur nuk ka ndodhur asgjë e keqe. Enrika është një notare shumë e zonja dhe për këtë arsye nuk do të kishte asnjë vështirësi që t'u bënte ballë rrëmbesave dhe ujërvarave. Shoqja e saj më e mirë, duke qeshur, e pyet nëse frikat e saj nuk janë një mënyrë për ta detyruar Sandrit që të bëjë gjithmonë dhe vetëm atë që ajo do. Marko është shumë i ndjeshëm, nuk duron që shokët e tij të bëjnë shaka me të, dhe kur e bëjnë, zemëron dhe mban turinj. Një zë i brendshëm i thotë që ta njohë hatërmbetjen e vet, por ai nuk e dëgjon atë zë. Shokët e shoqet e duan fort Donatellën, por nuk arrin më që t'i durojnë kritikat dhe thëshëthemet e saj. Një ditë, Korradi e pyet se me kë e ka. Pasi është gjithmonë e zemëruar, ajo bën sikur nuk e dëgjon, edhe pse ndjen një therrje të fortë në zemër. Në momentet kur është e sinqertë me veten e vet, nuk mund të mos shohë një lidhje mes agresivitetit që jeton brenda vetes, sepse ka pamjen sikur të gjithë janë më fatlumë se ajo, dhe prirjes së saj për të folur keq për të tjerët. Prej këtu një hap tjetër. Interpretimi duhet të ndiqet prej veprimit, prej vendimit. Nuk mjafton që të dallojmë dhe të kuptojmë. Duhet të vendosim se çfarë të bëjmë me ato që ndjejmë. Ne nuk jemi dënuar që të jemi pasiv dhe të pambrojtur përpara botës sonë të brendshme. Përkundrazi, secili prej nesh është përgjegjës për krejt personin e vet, domethënë edhe për brendësinë e vet. Të ndjerit ton nuk na përfshin vetëm në nivel fiziologjik apo psikologjik, por edhe ato moral. Pra, jemi të thirrur që të vendosim se si duam të jetojmë emocionet, të marrim përsipër përgjegjësinë e përjetimeve tona. Nëse nuk jemi përgjegjës për atë që provojmë, jemi përgjegjës për qëndrimin që marrim përpara ndjenjave tona. Të ndjejmë është e ndryshme prej të lejojmë. Pra, varet prej nesh që t'i pranojmë, t'i njohim dhe t'i vlerësojmë emocionet tona,
si edhe të vendosim se cilin veprim duam të ndërmarrim dhe të bëjmë. Mund të ndihemi në faj dhe të bëjmë sikur nuk ka ndodhur asgjë, ose ta pranojmë gabimin ton dhe të kërkojmë të falur. Pjekuria ka të bëjë edhe me këtë gjë, të vendosim se çfarë duam të bëjmë me ndjenjat tona dhe t'i konkretizojmë këtë zgjedhje.